Sot në ditën ndërkombëtare të mbijetuarve dhune seksuale të luftës, ne vendosëm që në kuadër të platformës Bëhu Zërim të bëjmë këtë instalacion ku janë me titullin Ende duke pritur dhe janë disa mesazhe për të mbijetuarit të dhune seksuale të cilët ende nuk kanë gjetë guximin që të paraqiten për të kërkuar të drejtat e tyre. Dhe edhe ata të cilët janë paraqitur kanë ende mjaft drejta të tjera për të bërë në mënyrë që shoqëria jonë t'i pranon, të mos t'i stigmatizojnë dhe faji pa të drejtë i cili rëndon në supët e të mbijetuarve të kaloj te ata të cilët kanë bërë krimin. Ky instalacion është përkrahur nga UNMIK-u, Zyra e Drejtave të Njerëzit në Kosovë dhe është një instalacion i cili do të qëndrojë sot këtu dhe pas këtu do të vendoset në uborrin e Muzeut Qast këtu në Prishtinë. Në këtë ditë, në 9 qershor, është dita ndërkombëtare kundër eliminimit të dhunës seksuale në botë. Kjo ditë ka rëndësi të veçantë për neve, pasi që organizata jonë punon edhe mbron të drejtat e të mbijetuarve të dhunës seksuale. Në këtë ditë ka pas shumë aktivitete të ndryshme, të cilat kanë shënu në mënyra të ndryshme, ku qendra jonë para ditë pat rastin të organizojë një konferencë dhe ta shënoj këtë ditë me rëndësi. Gjithsesi në kuadër të platformës Bëhu Zërim, të cilat janë anëtare organizatat, 4 organizate që janë të licencuar prej shtetit për të ofruar ndihmë për të mbijetuarit të dhunës seksuale, në kuadër të kësaj platforme është organizuar edhe ky instalacione që keni pas rastin me pa, i cili u kushtohet të mbijetuarit të dhunës seksuale për të shënuar ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale. Nda më herët e patëm Ramadan Ishoren edhe të mbijetuar tjerë, të cilët dhanë mesazhe në konferencën tonë të cilën e patëm paradite. Dani më herët të tha që shoqënia edhe sidomos përkraja familjes është tepër e rëndësishme për të mbijetuarit të dhunës seksuale. Me të vërtet përkraja familjes normal që edhe shoqërisë, po edhe shtetit duhet të jetë prezente dhe në mënyrë të vazhdueshme të përkrajmë këtë kategori e cila ka nevojë edhe pse kanë kaluar 26 vite. Sot bëjmë thirrje për drejtësi, bëjmë thirrje për dinitet, bëjmë thirrje për përkraje në emër të 20.000 grave dhe burrave të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Me këtë instalacion me 20 thanje përfaqësojmë 20.000 viktima për respekt dhe dinitet.